Përshëndetje, quhem Dëshire Dako, jam e Prizrenit, jam anvise. Punoj pundore që prej Veçlis, që 2 vite tash kam marrë po mirëna me çanta, po punoj çanta pundore. Kam edhe një faqe në Instagram, quhet DD Handmade Bags. E kështu është edhe çka e tezës që më ndihmon, është edhe motra që më ndihmon pak, bashkë i bojmë. Mos shumë ti unë e mirëna, dali në përpranajire, kam nis me kështu vet atin. Me punu vetë, do Me më thonë punu vetë. po. Për shembull, kjo e prezantoj punën, kjo është kanvas plastik. E kjo punohet, i qitet edhe astari në këtë anën tjetër. Bëhet me modele të ndryshme, edhe e përfitojmë një si kjo. E marrim një çantë. Në qëndore. Po. Shumë e Prej bukur. kësaj, kjo kur të bëhet, del që ky model, krejt me astar tamam si çantë bëhet. Kjo faktikisht tash po del edhe moderne, Po, e stilit modern. une Nuk jam është mundu shumë që punën e dorës me bo pak ma moderne, le të pëlqejnë edhe këto të rejat, se këto zakonisht nuk po e pëlqejnë punën e dorës. Pastaj i boj edhe këto, po mendoj, i kam edhe këto. Me fjongo i punoj, i kepi, edhe bohen si çanta. Kam modele të ndryshme. Pastaj edhe këto. Prej kaseve, çajit, kafes, jam mundu me i zbukuru, me i bo ma moderne, me i pëlqy rinia ma tepër, kjo hyn si në reciklim. Masi është thas, dhe që kjo prehet, punohet edhe bëhet si çantë me astar me krejt. Edhe kjo jam mundu me këto, me bo diçka tradicionale, për me ndryshu pak, tradicionalen edhe modernen me e bashku. Në këtë asë më du me të pytë, sa të ka përkro, po flasi, jo materialisht, po për mu afirmu ma tepër, ose me afirmu punën e jull për shemë shoqata. Shoqata shumë, jam pjesë e disa shoqatave. Tash na që mblidhemi kështu shumë ma mirë është për neve, se edhe panajiret kur bohen na dalim bashk, e përkrajim njëna tjetrën. Edhe kështu. Të më shindurët. Faleminderit shumë. Vesnike, tash përshoni ambient pune, përsho se cila grua është të punu e diqka. Po dhe ta me ty se përsho gjatë intervjisës këty në zonjave, e ceken disa për tyre që kanë edhe bashkëpunim ose janë disa shoqata tjera. Qësh është bashkëpunimi me ato shoqata tjera? Po. I gjithë ky sukses është suksesi përbashkë në partneritet me organizata tjera. Si që thash edhe më herët, une jam e re me themelimin e organizatës që 3 vite, më herët, por edhe prap tash jam e bashkangjitur në organizatën tjera. Do me thonë, hapat e pari ka marrë gjatë aktivitetit pjesëmarrjes në për aktivitetet organizatave tjera në Prizren dhe jashtë Prizrenit, gjatë që më kanë motivu të gjitha ato punimet grave, do me thonë, vullneti i tyre, gjitha më kanë motivu që une me themelu një organizat. Për shembull, këtu i kemi sot edhe 2 organizata tjera pjesëmarrëse, i kemi 2 drejtoresha, e kemi zonjën Femije Kurjeshi, të organizatës Gjatë Madorën, si dhe zonjën Shpresa, drejtoreshe organizatës Geni Shpresa. Do me thane, është një bashkëpunim shumë i frytshëm. Për shembull, nëse një ana për organizatave merr një ftesë me marrë pjesë me një panajir, me një aktivitet si në Kosovë dhe ashtu ndërkombëtar, ne me njerë shpërndajmë të organizata tjera. Do me thane, të gjitha gratë që janë të interesume, jam mundsoj me mu lajmëru vullnetarisht edhe me marrë pjesë. Nuk është që marrim veç për vete, shembull si organizata liderët të Gjelbërt. Nëse vjen një ftesë të ne shpërndajmë me njerë të mike tjera. Se nuk kem qef mja mohu të drejtën për shembull kur e di që njëna zonjë është adekuate, ai ta ka organizim për ata, edhe mundet me shfrytëzu mundësinë, na me njëherë e shpërndajmë informacionin. Bashkëpunimi sa më i mirë, sa më i afër me konë është më mirë edhe për punën e juaj edhe për prezantimin e këtyre, po thon, produkteve ose punimeve. Po. Unë përshënoj vesh e kombëtar atje,
A e punon edhe veshjen kombëtare? Kjo veshje kombëtare është e zonjës Ergyle Gjurgjalo, si që njohin të gjithashtu produsja. Du me përshëndes. Përshëndetje veçantë për Po e Ergylin. përshëndesim, edhe pse në pamundësi sot s'ka mujt me qenë pjesë. E kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta, kjo veshje është punimi i saj. E kemi edhe këtu plisin, të punuar plisin origjinal të zonjës Ergyle. Kemi edhe punime tjera, është edhe kjo punume prej nusës zonjës Ergyle, është një setër punume prej leshit, e qepun për zonjës Ergyle, edhe këto broshat janë të punume, do më thonë, me lesh, me reciklim, me mbetjen e plisit, ato i punon zonja Kreshnike që kemë këto prezent. Po ashtu kemë këmishat të punune me gjylpan zonjës këto afër zonjës Kumrije. Kemë, do më thonë, punime, këto janë veshje me grep të punume të kohës më hershme, po tash janë të modernizume, do më thonë që janë të kërkume edhe tash, nga rinjia sidomos. E kështu. Gjatë bisedës, thatë se keni ftesa edhe për prezentimin e këtyre punimeve dhe jo të në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. S'fundi ke marrë një ftesë ose keni për me dole jashtë Kosovë dikun rreth këtyre punimeve diçka? Kjo është një diçka shumë e mirë për neve, se nëse kemi arritë me promovu punën e gjitha këtyve grave dhe aktivitetet organizatave dhe me pa dikush nga Suedia, ndërkombëtar, dhe me naftu, jemi vetë një organizatë që kena me marrë pjesë në Suedi, është një festival ndërkombëtar. Kjo është diçka shumë e mirë për neve që kemi arritë mu vlerësu edhe nga jashtë. Kemi me garu për një çmim shumë të rëndësishëm, për kulturën, aktivizmin, humanizmin. Urojmë që të kthehemi me një çmim prej atje. Po diçka që kemi vendosur na së bashku me anëtarët tona, kemi vendosur mi marrë disa punime secilës grua nga një punim. Për shembull edhe zonjës që po punon këto me grep, me marrë një punim diçka simbolike të vogël, apo me rruza të ndryshme, do me thonë me bën një mix punime, edhe mi marrë me vete atje mi prezentu, si dhe në fund mja dhuru organizatorëve komunës atje që ka bërë. Po, se është festival ndërkombëtar. Edhe është garus. Po. Do të shkosh vetëm apo me dikon prej anëtarëve? Po, do të shkoj vetëm, pasi ashtu kam para pa ata projektin, ashta pasi është festival ndërkombëtar, kam e marrë shumë shtete tjera pjesë. Atër ti e përfaqëson një farë mënyre, jo vetëm shoqatën tonë, po edhe shoqatët të tjera. Atje do të prezantohem me veshjet e grave që i kam punu. Për shembull disa zonjës Ergyle, zonjës këto do t'i kombinoj, mi bë pak moderne, pak tradicionale. Edhe uroj që kam kanë e presim një sukses prej atje. Gjithsesi, për shkak se nuk po them unë, po e thonë shumë tjerë se me veshjet tonë shqiptare nuk ka. Po. Tash, kum shetit shumë vena, po sinqerisht është veshja më e mirë në botë. Pa problem, ato e di që keni më këtë edhe ne kemi një vullnet kështu të madh, mendojmë pozitivisht, ku nisum shkojna me fitu, urojmë që kthehemi me fitore. Faleminderit gjitha grave që më kanë mbështetur dhe ma kanë besu me promovu, me përkra. Pa këto asun s'kisha pas guximin ndoshta me dalë ose me prezentu. Për me shku dikun që dikush mendon, po dal, po prezentoj, po shkoj, po paraqet diçka na për festivale, valla nuk fitova ose çka po diuni, do të me pos çka me paraqit edhe për më kthy me çmim. Po ku me mesën aty në ashtu. Mas mirë po vlas. Po mendoj që jemi mjaft përgatitur përderisa kanë pa vlerën tonë prej atje. Po normal që duhet më përgatitë edhe me punu edhe më shumë. Po faleminderit që secila prej zonja këto ma jep nga një ide si mu do çka me vesh. Unë me kënaqësi prezantoj edhe i veshje punimet e këtyne. Nëse nuk arrim me promovu punimin tonë, nuk mujna me bindë askand. Përveç punimeve artizanale, cilat përcjellin një traditë tek brezateri, i kem edhe disa zonja këtu që kanë kriju punime artizanale të modernizuara, si për shembull këto e keni një varse me një lule dhe copa druri, që është punim dore, po ashtu e kemi edhe këtu këtë tabakun me bishtat e fazanit dhe është me një material epoksit, i cili ka fillu mu kërku shumë tash në ditët e sotme. Besnike, e di që për me bisedu ka shumë sene rreth këtyne punimeve, e di që sinqerisht na vjen në emision jo një,
ma shumë se një emision. Para se me përmbyll, deshta edhe mesazh për të rit. Çfarë i preferon trive ose nonave tona ose grave tona, për shembull, që mos ta çojnë kohën kot ose diçka. Një mesazh për to. Unë ju kisha dhënë një mesazh trive ma shumë, mi lëm pak anash këto paragjykimet edhe më bë ma të vendost, ma të guximshëm. Nuk është që bëhet fundi botës nëse prezentohesh para një medjes dhe shpreh talentin tënd. Veç që kanë me pas ma shumë sukses. Edhe I kisha thonë me punu sa ma shumë se pa punë nuk mund në arrit suksesin. Gjitha këto nana, këto zonja, këto që janë kanë punu shumë, përveç punëve që I kanë bo zakonisht, këto janë edhe të përkushtuara në familjet e tyre. Dhe përderisa këto, do me thonë, nuk kanë pas ndonjë humbe pse na mujna me pas sot. Ka edhe prej rinis që shohim që janë të angazhuar, do me thonë që nga shkolla mesme angazhohen në për aktivitete ndryshme, jo me pundore, jo me praktika, po kisha pas dëshirë me pas sa ma shumë të angazhuar.